Siguria ushqimore në qytetin bregdetar të Vlorës duket se po përballet me një kërcënim serioz. Në ish fushën e grumbullimit të mbetjeve në lagjin 24 maj, situata është alarmante. Dhjetra kafsh, dera, dele, dhi dhe keca kullotin dhe ushqen çdo ditë mes mbeturinave urbane, duke krijuar një rrezik të drejtë për shëndetin publik. Pamjet e filmuara këtë të mërkur tregojnë se bagëtit lëvizin lirish në një zonë që dikur ka shërbyer si vend grumbullimi për mbetjet e qytetit. Ato ushqen me çdo lloj materiali të gjetur aty, përfshirë edhe mbetje ushqimore të prishura dhe mbeturina të tjera të rrezikshme. Kjo situatë nuk është e re. Prej muajsh e madje vitesh, kafshët janë kthyer në një pamje të zakonshme në këtë fushë, pas një ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse. Megjithëse çështja është ngritur disa herë nga televizioni 6+1 Vlora, asnjë mas konkrete nuk është marrë deri më tani. Ekspertët e sigurisë ushqimore paralajmërojnë se një situatë e tillë mund të ketë pasoja të rënda. Kafshët që ushqen me mbetje urbane mund të jenë bartëse të baktereve, metaleve të rënda dhe substancave toksike, të cilat më pas kalojnë në zinxhirin ushqimor përmes mishit, qumështit dhe nën produkteve të tyre. Këto produkte, pas një kontroll veterinar të rrept, përfundojnë më pas në tregjet e qytetit dhe në tryezat e qytetarëve. Pavarësisht rrezikut të lartë për shëndetin publik, deri më tani nuk ka asnjë reagim zyrtar nga institucionet. Në këto kushte, kërkohet ndërhyrje menjëhershme për pastrimin e zonës dhe ndalimin e futjes së bagëtive në atë hapësirë, e cila vazhdon të mbetet një vatër e hapur ndotjeje dhe infeksioni në këtë zonë të qytetit. Rreziku për sigurinë ushqimore dhe shëndetin e qytetarëve të Vlorës mbetet i pranishëm dhe në rritje.